fantastike me motive që janë kthyer në recetën më të dashur të familjes time. Do të nisi me 170 gram gjalp të butë në temperaturën e ambientit dhe 160 gram sheqer pluhur. Nuk ka nevojë për mikser, një spatull është më se mjaftueshme. Përzim butësisht derisa të kemi një masë të butë dhe kremoze. Është shumë e rëndësishme që ta përzim derisa masa të bëhet homogjene. Tani, do të përgatisim një zëvendësues të shkëlqyer për vezën. Përziej 1 lugë e gjysmë vaj vegetal, unë ka përdorur vaj ulliri, 1 lugë e gjysmë ujë dhe 1 lugë çaj baking powder apo pluhur pjekër. Ky kombinim i bën biskotat krokante dhe zgjasje gjatë thim. E shtojmë këtë përdierje te masa jone e gjalpit dhe e përdierjmë me spatull derisa të inkorporohet e gjitha. Shtojmë rreth 320 gram miell në pjesë të vogla, duke e përdierë ngadalë. Mos e përdjeni shumë, thjesht mjafton që mielli të përsiset dhe të kemi një brumë të butë dhe jo ngjitës. Pasi të kemi shtuar të gjithë sasinë e miellit, do ta ndajmë brumin në 2 pjesë. Këtu kam rreth 2/3 e brumit, ku kam shtuar 1 lugë gjelle niseshte dhe pak aromatizues vanilje. Në pjesën tjetër kam shtuar 2 lugë gjelle kakao pluhur. Do të vazhdojmë të punojmë brumin derisa të ketë marrë ngjyrë uniforme. Këto biskota janë të vezë, të lehta dhe krokante. Perfekte për të shoqëruar çajin apo kafen e palltites. Këto biskota ngjajnë në gurabiet e do t'i nxjerrin mallin. Mund t'i personalizoni si të doni. Shtoni copa çokolate, lajfi të grira, pak kanellë ose portokall për yshje ndryshe. Kjo recetë është e gjithanshme dhe super e shqëndrueshme. Dhe cilën pjesë të brumit do të ndaj në shrita të hollë për të formuar motivin. Do të nisi me pjesën e bardhë të brumit e do të ndaj në 8 pjesë të barabarta. Me secilën nga pjesët do të forman një shritë të hollë. Të njëjtën gjë do ta bëjmë në pjesën e brumit me kakao, vetëm se do të formojmë 7 shrita me total.
Vendosin shritat në mënyrë të alternuar, të bardh, kafe, të bardh, kafe dhe kështu me radhë. Nuk ka rëndësi të jenë të njëjtën gjatë sti. Çdo diskot do të dalë unike. Shtypin lehtë me dorë që të shtresat të ngjiten në styre. Pasi të kemi ndërtuar bllokun me motive, e formësojmë në një formë drejtkëndore dhe më pas e mbështjellim me plasmat kuzhine. E fusim në frigorifer për rreth 15 minuta që të forcohet para prerjes. Pas ftohjes, e presim bllokun në feta. Shikoni që modele të bukura krijohen. Të cilat biskot është si një pikturë, ndryshe nga tjetra. Rreshtojmë biskotat në tepsi me letë pjekje, duke lënë pak hapësirë mes tyre. I kemi gati për pjekje. Biskotat do t'i pjekim në furrë të parangrohur në 170 gradë Celsius për 14 deri në 16 minuta. Do t'i jenë gati kur të fillojnë të majnë gjurë të artë. Faleminderit që ndoqët këtë recetë. Nëse e provoke, shkruaj në komentin e doli. Mos harro të pëlqesh videon, të abonohesh dhe të ndash këtë recetë me mish. Mirupafshim, shihemi në videon e radhës.